Kuvendi I kërkon endjet rregullator të ujit të nxit shoqëritë ujësjellës kanalizimeve të aplikojnë tarifa në bloqe, apo siç njihen ndryshe tarifim me fasha. Këto tarifa nënkuptojnë që çmimi I ujit vjen duke u rritur nëse konsumon mbi nivelin e përcaktuar të bllokut të parë, një skemë që synon stimulimin e konsumit të ujit me më efikasitet nga klientët. Ajo që është aplikimi I tarifave në bloqe, I cili ka qenë një angazhim I të gjithë ndërmarrjeve të ujësisë kanalizime dhe vet Akukut, të nxitet për të realizuar si një rekomandim për vitin 2026, që eru të kërkojmë një planifikim të dedikuar financiar për investime të strukturuara, sistematike për instalimin e ujëmarrësave në prodhim dhe në të njëjtën kohë të inkurajojë shoqëritë e ujësisë kanalizime për aplikimin e tarifave në bloqe. Në rezolutën për vitin 2026 kërkohet gjithashtu ulje tarifimit afrofe për konsumatorët. Ka aktualisht mënyra matjesh për një pjesë të atyre që nuk kanë masa, që quhet matje me një sistem dhe metodologji të caktuar, e cila duhet të inkurajohet që përgjatë gjithë investimeve të reja që po ndodhin në ujësjellës kanalizime, të ulet dhe përqindja atyre që janë masa jo me masa. Pra masat afrofe, në mënyrë që të kemi zero në të ardhmen mundësi për matje afrofe. Gjatë diskutimeve përpara miratimit të rezolutës në Komisionin Parlamentar për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm, u vu theksi edhe te monitorimi performancës të ujësjellësve në drejtim të punësimeve. Po ashtu komisioni kërkoi që brenda muajit tetor t'i vihet në dispozicion raporti përkatës, që ndryshe nga vitet e kaluar ka një shtyrje me 6 muaj.